Erkan Qerimaj nuk një mosh, ndonë se në gusht të këtij viti mbush plot 38 vjeç, peshngritësi shkodran, sot u ngjit në pedan dhe përmirësoi 6 rekorde të reja kombëtare në peshën deri në 88 kg. Garat në fjalë të vlefshme për kampionatin kombëtar u zhvillua në sallën olimpike Feti Borova dhe veçanta e Qerimajt kishte të bënte me faktin se në 6 prova zyrtare që kishte në dispozicion për stilin e shtytjes dhe shkëputjes, ai vendosi rekord të ri kombëtar, sukses që pasohet edhe me fitimin e titullit kampion për peshën e tij. Referuar garës, Qerimaj e nis provën e parë me stil shkëputje, duke fiksuar 149 kg. Me të njëjtin sukses vion prova e dytë, në shifrën 151 kg. Në provën e tretë, Qerimaj vendos në bosh shifrën 153 kg, ku pas fiksimit me duart e ngritura lart vendoset rekordi i tretë. Ralla më pas është në stilin e shtytjes, ku kalimi me sukses i provës së parë 170 kg, pasohet me të dytën 176 kg dhe rekordi i gjashtë është ai i 181 kg. Me këto rekorde të reja kombëtare në shtytje dhe dy garësh, Qerimaj spikat si një kampion absolut i peshngritjes, e gjitha kjo vjen pikërisht në prag të Europianit që zhvillohet në muajin prill në Gjeorgji, ku ky test pozitiv pritet të jetë një garanci që Qerimaj të vijojë me paraqitje pozitive edhe në këtë event të rëndësishëm ndërkombëtar.